kur në njëherë treguesit themelor të popullsisë të këtij vendi nuk kanë rënë brenda 10 viteve, një shekull, është regjistruar kur një katastrofë e tillë demografike. Siç është regjistruar në 10 vitet e qeverisjes Edi Ramës 2014-2023. Lindshmëria në Shqipëri sot është e barabartë me lindshmërinë që kishte kur shqiptarët ishin 700.000 banorë 100 vite më parë. Jam ndalur shumë herë në këtë akt të planifikuar që përbën një genocid të vërtet ndaj shqiptarëve. Në kuptimin e krijimit të kushteve për largimin nga vendi i tyre. Konventi i Organizatës së Kombeve të Bashkuara në një tret i saj shpall këtë rrethan si një rrethan të genocidit të heshtur paqësor që mund të ushtrohet nga një populli. Ky genocid te i kalon në përmasat e veta çdo lloj katastrofe demografike që shqiptarët kanë përjetuar nga mesjeta gjerësot, qoftë nga pushtimet, qoftë nga epidemitë e mortajs dhe epidemitë e tjera të rënda. Sot është emergjencë absolute. Vendosja e një platforme e cila të mund të shënoj kthesën e treguesve demografik të popullit shqiptar në mënyrë që ky popull të mos shkojë drejt zhdukjes të pashmangshme me këto tregues që ka sot. Sot, nga viti 2018 deri sot, vdekjet në Shqipëri janë qartësisht më të larta se sa lindjet. Po të shtojmë këtu dhe largimet masive nga vendi, boshatisja e Shqipërisë është e garantuar. Për t'i dhënë një përgjigje kësaj katastrofe ekzistenciale demografike të shqiptarëve në Shqipëri, Partia Demokratike mendon se duhet fillohet këtë vit me buxhetin për fëmijët që lindin dhe për fëmijët. Fëmia i parë të ketë një trajtim mujor 60 euro në muaj. Falni, 1.000 euro në muaj. 1.000 euro. 1.000 euro. Falni. Fëmia i dytë 2.000 euro. E fjala për në vit. Fëmia i tretë 3.000 euro. Bonus. Fëmia i katërt dhe më shumë 5.000 euro bonus. Të gjitha këto të llogaritura për për 30.000 lindje në vit, shkojnë 60 milion euro. Sepse ne kemi përllogaritur dhe kostot.
e kësaj ndërhyrje. Bonusi mujor për fëmijët e lindur, ato ishin bonus i përnjëhershëm, bonusi mujor për fëmijët e lindur, me këtë buxhet, do me thanë në vitin 2026, të jetë 50 euro për çdo fëmijë deri në moshën 6 vjeç. €60 për çdo fëmijë në moshën 6 deri në 18 vjeçare. Vlera në vit për 30.000 lindje i bie të jetë 15 milion euro. Zero pagesë për fëmin e tretë, apo më shumë për çerdhe dhe kopshte. Të gjitha i paguan shteti. Të paktën, me këtë mbështetjen, të paktën 15.000 fëmijë në vit dhe shuma e nevojshme nga buxheti për këtë